إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahu Xhalla Xhelaluhu, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, edhe pak ditë fëmijët tonë dhe të rinjt tonë përgatiten përsëri për të kthyer në bankat shkollore, përgatiten duke bler çanta, pajisje, libra e fletore kështu me radhë. Ama vëllezër, është diçka shumë më e rëndësishme se sa fletoret që i blejnë dhe çantat që e bartin mbi shpinat e tyre, e që është edukata që e marrin me vete nëpër shkolla. A thu vallë çfarë edukate janë të marrë me vete dhe janë të bartë me vete? Për arsye se vëllezër, nuk është sukses dhe arritje nëse fëmia kthehet prej shkolle me nota të mira po sjellje të keqe. Nuk është sjellje, nuk është sukses dhe arritje nëse fëmia është i pari për nga mësimi në klasë, mirë po i fundit për nga edukata. Andaj rastësisht të parët tonë kanë thonë pak dije, por shumë edukat është më mirë se sa shumë dije për pak edukat. Pak dije dhe shumë edukat dhe sjellje dhe moral është shumë më rëndësi se sa shumë dije me pas, ama në edukat me kanë zero. Andaj pe gjanëve të para që ti duhesh ta mbjellish tek fëmia jot, tek e vladi jot, prej edukatës është ta mësosh atë që duhet ta respekton mësuesin e vet. Mësuesi nuk është dikush që vjen në klasë dhe ligjeron dhe jep mësimin dhe del nga klasa dhe vetëm kaq. Është shumë më shumë se sa kjo. Është një person i cili e jep kohën e tij dhe mundin e tij për fëmin tan. Është ai i cili ja mëson fëmijës tan diçka që ai nuk e ka ditë, dhe është ai i cili po merr pjesë në ndërtimin dhe mendjen e tij dhe karakterin e tij. Andaj rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Nuk është prej neve muslimanëve ai i cili nuk e nderon më të madhin, nuk e mëshiron më të voglin, dhe ai i cili nuk ja njeh hakun alimit dietarit. Haku i atij i cili e mëson dikën dhe të mëson ty është shumë i madh dhe ti dush me e shfaq atë me respekt ndaj tij. Andaj në momentin që fëmia jot e ngrit zonin, tregohet arrogant, ja kthen fjalën dhe nuk ka respekt ndaj tij, mundohu ta mbjellish tek ai fëmijë se kjo nuk është tregim dhe tregues i guximit dhe trimërisë së tij, po është mungesë edukate. Këtaj duhet ta dinë shumë mirë. Gjithashtu vëllezër, prej porosive që ti si prind duhet ta mbjellish tek fëmia jot është se në momentin kur ta përcjellësh për shkollë duhet më ia tregu se shkolla nuk është vend ku do të më shqetësu të tjerë. Andaj le të jetë fëmijë i cili nuk i ngus të tjerë, nuk i ofendon, nuk i nënçmon, nuk i bullizon ata dhe nuk i pengon ata që dojnë me mësu. Gjithashtu vëllezër është një porosi që para se me vlet për fëmijët tonë, vlen për neve si prind. Mos prit prej shkollës brenda 5-6 orëve me arrit tek fëmia jot diçka të cilën ti pastaj në shtëpi me e prish. Nëse fëmia jot në shtëpi sheh tallje, nënçmim, mos edukat, të njëjtën ka me transferu dhe ka me përcjell te shkolla të nesërme. Andaj ai i cili ti në shtëpinë tonë edukon, një edukat që ai përpas
me plot zemër dhe ftyrë ti pastaj kemi u krenu me ta nëse ai e përcjell të shkolla. Gjithashtu, nëse shen një gabim te fëmia jot, mos u mundo të arsyetosh atë dhe t'ja lësh fajin mësuesit, shkokut ose shkollës vet. Por arsye se me këtë ti nuk po i ndihmon fëmijës tan, po e dëmton shumë atë. Po i bën shumë dëm të jetën e tij për arsye se ti duke mësuar atë mos më marr përgjegjësi për gabimet e veta që kam i bën të ardhmen. Andaj vëllezër, momentin që e përcjell fëmijën për shkollë, mos jenë vetëm me të porosi, mëso, bënu i mirë dhe merr nota të mira. Përveç kësaj ti dush të japësh edhe diçka shumë më shumë se kjo. Dush të mbjellësh tek ai edukatën, ti thosh ti dush mu tregu person, nxënës, shembullor, me edukat. Dush me respektu mësuesin tan, dush me ndihmu dhe me respektu shokun tan. Dush me rujt namazin tan. Dhe dush me di që Allah të sheh edhe atëherë kur unë nuk të shoh. Për arsye se vëllezër, ne nuk dojmë për fëmijëve tonë që nga shkolla ata ta marrin vetëm një aftësi të nesërmen me siguru një rrugë. Po dojmë për fëmijëve tonë që ata me marr dije, fe dhe karakter. Dojmë me kanë fëmijë që kanë dije, fe dhe karakter. Për arsye se profesioni i tyre dhe të ardhmen ndoshta ka më ndihmu dhe me asiguru të ardhmen e tij këtë dunjë. Ama këta trijat, dija, feja dhe karakteri me lejen Allahut, kanë me ndihmu ati me asiguru dunjan edhe ahiretin që është më me rëndësi. Lusim Allah Azza wa Jall që t'i runë fëmijët tanë, lusim Allah t'i pajis ata dhe neve me dije të bëshme dhe me karakter dhe me moral të mirë. Lusim Allah Azza wa Jall t'i ban ata të vlefshëm për vete, për familjen edhe për shoqërinë ku jetojnë, t'i ban të vlefshëm dhe të hajrit për din e për vatan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.